Një hetim disa mujor i ndjekur me metoda proaktive ka çuar në pranga 19 persona dhe shpalljen në kërkim të 2 të tjerëve, të cilët akuzohen se kishin kthyer lokalet e natës në qendrat e shpërndarjes së drogave të forta. Operacioni koduar Night Clubs u finalizua nga seksioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës. Sipas policisë, personat e përfshirë ishin administrator ose punonjës të lokaleve të natës në zonën e ish bllokut. Ata shfrytëzonin detyrën dhe ambientet e brendshme të punës për të shitur doza kokaine dhe ekstazie te klientët e tyre. Gjatë gjithë periudhës hetimore, policia arriti të grumbullonte prova të forta dhe të sekuestronte 2200 tableta ekstazie, rreth 100 gram kokainë, 11 aparate celular. Gjykata e Tiranës lëshoi 11 masa sigurie arrest në burg, prej të cilave u ekzekutuan 9. Ndërkohë, 2 të tjerë janë shpallur në kërkim dhe policia po punon intensivisht për kapjen e tyre. Pjesë e dosjes janë edhe 2 shtetas të tjerë të cilët u prangosën më herët gjatë hetimeve me sasinë e madhe të tabletave ekstazie. Të gjitha materialet janë kaluar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Ky operacion vjen si një goditje e fortë ndaj rrjeteve që shfrytëzojnë jetën e natës në kryeqytet për aktivitete të paligjshme, duke synuar rritjen e sigurisë në ambientet ku frekuentojnë të rinjt.